Në katedralen e Shën Shtefnit në Shkodër u mbajt një meshë e shenjtë e drejtuar nga arqipeshvim Zot Giovanni Peragine për shpirtin e Atit të Shenjtë Papa Franceskut. Përpara nisjes drejt Italisë, ku do të marrë pjesë në ceremoninë mortore të Atit të Shenjtë, përpara besimtarëve im Zot Peragine ndau një kujtim të çmuar nga takimi me Papën, i cili si shtrëgoi ai kishte shprehur dëshirën dhe zgjedhjen e vetëdijshme për të vizituar vendin tonë për shkak të harmonisë dhe bashkëjetesës fetare që karakterizon Shqipërinë. Besoj se cili prej nesh, çdo të krishterë, çdo katolik, mund të themi se në këto 12 viteve e shërbimit të tij, Papa Francesku, përveç se ka qenë bari për Kishën Universale, ka qenë edhe një shok udhëtimi për çdo të krishterë, e jo vetëm për të krishterë. Përmes thjeshtësisë së tij e kemi ndjerë pranë dhe na ka inkurajuar në ecjen tonë. Me gjuhën dhe mbi të gjithë me stilin e tij, nuk e kemi ndjerë vetëm si udhëheqës e Kishës Katolik, si Papa, por siç i pëlqente shpesh të thoshte, edhe si shok udhëtimi. Ashtu si Jezusi ka qenë i gatshëm të afrohet situatave me të dimshme për të dhënë një fjalë ngushëllimi, një fjalë shpresë. E në fund nuk mund të harrojmë vëmendjen e tij ndaj Shqipërisë e ndaj shqiptarëve. Kujtojmë që Papa Francesku kishte zgjedhur Shqipërinë si udhëtimin e tij të parë në Europë, duke paraqitur vendin tonë si model bashkëjetesë mes besimeve të ndryshme. E dua Shqipëria. E jam i krenar që Shqipëria ka qenë vendin e parë në Europë që kam vizituar. Rallet e gjata dhe asnata nuk i kanë dalur besimtarët që duan të bëjnë homazhe për Atin e Shenjtë. Edhe pas mesnatës besimtarë të shumtë pritën në rallë për t'i dhënë lamtumirën e fundit Papa Franceskut, trupi të cilit është vendosur në bazilikën e Shën Pietrit. Bazilika do të qëndrojë e hapur për një kohë të pacaktuar për të lehtësuar fluksin e besimtarëve dhe për t'i lejuar ata të përshëndesin Papatin e Argjentinas. Selia e Shenjtë po përgatitet për ceremoninë së shtunës, ku pritet të marrin pjesë delegacione nga gjithë bota, figura politike por edhe udhëheqës fetar, mes tyre edhe shqiptar.